Përshëndetje miq të gazetës në Fokus dhe televizionit Dugagjini. Por I kthehemi edhe një herë temës më të përfolë, më të diskutuane, jo veç tash, po ndoshta që nuk na u ka ndo prej mas lufte. Mirë, po 4-5 vitet e fundit e kanë thellu krizën më shumë se çdo herë tjetër. Tema e energjisë elektrike, problemet me të cilat janë drejt për drejti kosto që I kushtojnë gjepit të qytetarit të Republikës Kosovës. E kom të ftun ndoshta njeriu më kompetent për me diskutu për këtë temë, që e ka përcjell shumë, po edhe që e nje shumë mirë. Burim e jupin, burim mirë se erdhe. Mirë se gjeza. U mëtëm të diskutu në është tema, është problemet e energjisë në për neja tona të përditshme, mirë po për tej qytyne debate u diskutime, edhe në fund veç për na rezultan në fakturat energjisë elektrike, po duke se kur nuk po mërim as me politika shtetërore me ndryshu gjendjen, po veç po shkan t'ju thellu, as po mërim me që, si me thonë, me identifiku problemet që me I kuptu dhe qytetari I Kosovës. Dyqysh shumë diskutohet për këtë temë, po ka jarë më krijohet përshtypja, se kur pak ka një hori rreth këtij sektori. Po sektore qytetare s'ka nevojë me pas një ori. Domethënë na jena konsumator, edhe në fund ditës na çka duket çdo qytetar me interesu janë sa vjen fatura energjisë elektrike. Pa ajo që do të më qenë qytetari që është e detyrë qytetarit është që varësisht për faturës të energjisë me gjetë forma si me kursye atë energji. Nëse të kushton pe xhepit e kursen. Nëse nuk je vetë shumë ndoshta ki kushte nuk e kursen. Domethënë është një produkt, energjia elektrike është një produkt I nevojshëm se këtë produkte tjera. Po bashkë me ujin janë produkt esencial për jetën e njerëzit. Edhe është një çështja në ujë dhe në energji elektrike tash në bazë raportet fundit të Kombeve të Bashkuara është e drejtë e njeriu. Domethënë shteti ka për obligim me na ofru neve ujë edhe energji elektrike, sidomos edhe arsim, siguri, këto pjesat që veç në kuptuhet. Po energjia elektrike hin në ato produktet esenciale, cilat duhet me na ofru. Tash, so duhet me na ofru, me çfarë çmimi duhet me na ofru, këto janë temat cilat duhet mu diskutu. Po aja që është më interesante është që na para do ditje kena publiku në qarkoret energjisë, qarkorja 2, që është sistemi energjetik në Kosovë ka ndryshu. Do me thonë, na do të me kuptu që nuk jena në sistemi mbyllur në energjetik, edhe rruga ka po shkojmë. Kosova është pjesë e traktatit energjisë tash e 20 vjet. Traktati energjisë është një traktat kur venet cilat aspirojnë me hinë EU, janë bashku në sistemin që mu pregadit që kur hinë EU, me qenë pjesë e EU-s edhe në sistemin energjetik. Edhe si pjesë e kësaj, na jena të pregadit për me hinë EU. Në EU, qka kena? Kena energjia është si produkt edhe cila sigurohet pej furnitorëve. Na momentalisht Kosovë kena tregun e lirë, për konsumatorë cët janë shpenzojnë shumë, që është 3 konsumatorë, është Trepça, Feronikë dhe Sharcemi, vjetë janë hi edhe 1000 kompani në treg të lirë, edhe në atjerë furnizohen me furnizuesin universal, këtë rast është Kesko për neve, për 4 komunat e Veriut është Elektro Severi. Kështu që kjo është sistemi ku jena, ku po shkojmë, do me thonë tash, furnizues që na furnizojnë neve me energji, ku përpara kanë këtë centralizume. Do me thonë, kanë keku, kanë pronësi prodhimi, edhe distributor, edhe furnizues, krejt u kanë një. Edhe faktikisht na jena dëshmitar që jena gjenerata pak ma vjetër që na I këshir shumë të mnajat e kekut apo prodhojmë se ka qenë ndërlidhur me energjinë elektrike. Sot punon keku, na siguron neve një energji të lirë. Kur gjë tjetër, për arsye se energjia edhe bazë ligjet për energji të pak ose 3 të ligje për energji, do më thonë, kur jena pjesë e energy community, na I kena marrë edhe obligime, që duhet edhe aspektin legislativ me bë konform, që nesër kur shkojna në EU, na veç me qenë pjesë e EU-s një farë mënyre, mu pregadit. Edhe furnizuesi është e obligueshëm 24/7 me të furnizu me energji. E tash, aje ka një obligim, edhe obligimi jonë si konsumator është me pagu so po vjen qaj energji. Burim, nëse dalëm tash me trajtu problematikën.
tash sa vite, e përmena 20 vjet, 20 vite është punu INDEP-i për organizata tjera. Kanë bërë strategji, kanë bërë lutime, është synu edhe gjithmonë u rre tema se qysh na duhet me rrit kapacitetet energjetike, qysh na duhet me u përgatit, qysh na duhet me investu në eficiencë të energjisë elektrike. Mirë po këtë qëto, si themi në konë, kanë met llafet kota, ose punime edhe shkencore, edhe propozime prej organizatave qeveritare, që kanë met që aty në përsirtar, ndërsa Kosova ka shku veç në bazë një fryme, me cilët duket që na kanë diktu ma shumë disa faktor tjerë, që në këtë rast e kanë interesin mbi këtë strategjitë e politikat e interesat e shtetit, e kanë interesin primar të vetin. Qysh nuk po mrrim kur si shtet, si me thonë, me ull edhe me trajtu qëtë problematik të energjisë elektrike, që është jetike për shtetin e për qytetarë, ku edhe siguria dhe ekzistenca e cilit biznese për qytetarë, nuk u trajtu kur në qëtë baza. Na, si themi, menagjojmë kriza, edhe trajtojmë kriza. Ranë bloqet, u këthyn bloqet. U shtrejtu rryma në tregjen ndërkombëtare, na u shtrejtu edhe neve. Dhe sa shtetet e rajonit, prej krizës energjetike kur filloi lufta në Ukrainë-Rusi, kanë nis me procedura shumë të përshpejtuara, kanë gjetë zgjidhje qysh me i ndërtu kapacitetet reja energjetike. Na halo jena me të remontet e termocentrale, madje në 5 vitet e fundit, edhe është stërkeq që kjo, pavarësisht se keku është aty, punëtorët janë njëjtë, termocentralet janë të njëjta. Ato ramjet e shumta të bloqe, tema tjera, të cilat na kanë bërë teme diskutime përditshëm. Qëto, qysh duhet me u trajtu, kush duhet me u marr përgjegjësinë e këtyre dështime, ku duhet me adresu na problemin. Patëm edhe për tentativë për me bërë do protesta, edhe tani dojmë me dalë edhe të kërkesa për rritjen e çmimit. Za mas pare ndoshta mu kyç, do të thonë na si organizat, shoqëri civile ose pale intereset këtë rast, se na munduam me përfaqësue interesin qytetar, na kena propozu politika. Qeveria, do të thonë përgjithësia për çfarë dështimi vjen ai që krye. Do të thonë tash po folëm pe 2008, se këndaj kur jena shteti i pavarur, këtë përgjithësia i vjen te qeverit. Do të thonë deri kur u bë strategjia e parë, na kena bë shumë zhurëm pse po i doni me marruni termocentral 3. Kur e sheshëm që humbje teknike dhe komerciale në Kosovë kanë qenë 30%. Ideja është po do të me marruni furnizu strisë, për na furnizu, pa peshe që neve po na rrjedh e pi hupum në telat e vjetër. Do të thonë, ideja që kishë qenë ideale, cilët ne kemi propozu, organizata tjera kanë propozu, edhe eksperte huje kanë propozu, është që strategjia energjisë duhet mu bazu në 3 fusha, jo veç një fushë. Një prodhimi, ku na kena kërku që prodhimi me qenë pej burime 3x3, ku dije që i vetëmja na spagujmë as për diell, as për erë, pjesa tjetër me qenë rrjeti, investimet me shku në rrjet, që na jena të përfundu që ato për shkak se u kanë kontratë e distribucionit. Jo, për arsye ka qenë pse u shit u privatizu distribucioni. Humbjet e teknike, do me thonë është që ne kena, nuk është problemi të prodhimi, ka herë se përpara 30% që ato që ke prodhut ka hub. Ideja tash nuk është që suponu dishkan, edhe treta është eficiencë e energjisë. Do me thonë për shkak për shpenzojmë na edhe qysh me rujt mos për shpenzu. Energjia me lirë është aja që nuk e shpenzon. Do me thonë, qysh me gjetë një pjesë, na jeni dëshmitar që veç me ndrimin e poqave, prej poqave jo eficient, në poqa eficient, kena kursy miliona euro. Cëtë na nuk i kena vrejt, ose prej një klime për marëm, e cëda u konë jo eficiente në klime eficiente, kena kursy në total me miliona euro, ose për kaldajav që kanë qenë jo eficiente, kena kalun kaldaja eficiente, kena kursy euro, miliona euro. Kjo qa përdu me thonë është që najna bazun furnizim, për strategjisë parë 2006, s'kena rrym marronjot madh, po ka dole përse ma mirë është njëjtën kohë nëse do me marru, do të me këshyr, së pare do të me qurë rrjet, mos me na rrjedh. Jo e veç pak. 1.000 plus 1.000, tani ke 500 plus 500. Bën edhe 10.000, kur ty të hupin 30% tela, dikush do të me pagu ato. Kur ti nuk mundesh me shpenzu, ose ti jetë e përdor energjinë elektrike për më ngru,
gjithë humbje. Domethënë ideja është qysh me këto krejt sistemet energjetike, na kena pas me ish qeverit e kalume, problem që dhe shumë okej, që to nuk po pajtohem me juve, po pse ti veç po koncentruash veç një pikë? Qa ke bo për eficiencë energjisë? Qa ke bo për modernizim të rjetit? Qa ke bo se duhet të ri... Ama qëtu tani menoj që është problemi dhe kena huqen. Nëse na kena debatu cilat janë format më të mira, a me shku ka prodhimi energjisë alternative që është me erë, me hidro, me këto tjerat, e kemi është nalë, na nuk kena bo kur gjo as në rritin e kapacitetit me thëngjell, as nuk kemi bo kur gjo me këto licencat e shumta që i kemi proklamu që jënë dhome, sot hala nuk është rezultatit ty në rëzarë. Jo, që të bëdu me orë të 2000, veç po këthejmë të 2010, 2012. 2012 na kena kërku për zëre esë atëherë, se tarifa nxitse që i ka jap Kosova për burimet ripërteshme të energjisë kanë qenë 10 vjet në rajon Dumaj. Edhe këtë investitor shkëshin në rajon. Si boni Kosova 12 vjet, erdhen investitorët. Do të thonë pse ideja strategjisë është pe marrojnë një termocentral mirë, po ajo kushton shtrek. Ato se marru. Po nuk i bëna mas alternativë as. Unë çfarë po them? Ti drejtuesh, do të thonë ti aksionis na mu drejtuam 5 fronte për më një herë. Po. Ty të kishin dështu 4 për me njërin kisha pas sukses. Kur i orientohesh ti 20 vjet veç me një front. Edhe ti varesh pe një kompanije që nuk i ka gjetë paret, e tash me vajtu edhe 5 vjet jenë ato vajtue, kush ka pas faj, ose ideja nuk ku fajtuar, ku jena na sot. Edhe tash çka ka bo? Rrjeti ka pas sukses. Në 2017-2018 ka dalë ligji për eficiencë energjisë, ku e themelu fundi për eficiencë energjisë, që në sukses. Do me thonë, ka mund më themelu 5 vjet më herët, po themelu mirë që themelu, sot pja shumë frytet. Do më thonë nëse kena që ishtë qeveria... Që në minimale krahasu me ato që na kanë po bare nëse ka një historia suksesit, ishtë qeveria në fushën e eficiencës në energji për 5 vjet e fundit për eficiencë e energjisë, cilën e ka themelu qeveria tjetër. Para menut ishtë themelu edhe 5 vjet më herët, kur kena kërku... Cilat janë rezultatet konkrete në sa ka pas impakt në drejt për drejt në ato që kena problem real. Nëse na kena mri konsumin në 1600 megawatt, dhëtur, mos të shkon masat në eficiencë e energjisë të këshem rrit 2000. Se na i peshon totalin, po çka nëse, do me thonë që kjo puna është që nëse na kena kalu, do me thonë, po ideja ka qenë se kur të menojmë na, për shembull, na edhe strategjia e energjisë nuk e ka naftën si në energji, na shumë si tregti. Na nuk kena strategji të naftës, do me thonë, derison Maqedoni, Dveriut edhe naftën, aja zëreja, ti e rregullon edhe çmimin, so pjesë e energjisë. Te na nuk e kena hequr strategjie tregtisë dykon çatje. Problemi është që na kena dash, hajde pe bojna pi përshtatum një projektit. Që ka qenë gabimi në fillim, ka vazhdu me që to, e tani 5 vjet e funit nuk i përshtat kërkuna, tu bo. Jo tu bo. Parameno, në vitin 2019, Zëreja dhe Kosova i ka jek tarifa nxitse për burimet ripërteshme të energjisë, se ka thonë kena me kalu në Ankande. Ankandi paru hap në 2023 në Gush ka qenë afati, u shty 6 muj. Na i kena hap 3 vjet zem. 3 vjet. Në fushën e energjisë, na po kthejëm, do me thonë 3 vjet pa bo kur gjo. Tash po presum kompania. Ka fillu Ankandi 2. Nuk ka fillu me një herë mas u kry pari, po ka prit edhe 1 vjet. Jënë qërë të ndera, hala nuk u kry, me erë po folëm 100. Jënë 3 kompani të investume, nëse i shet fitat e politik bërshë, të thu që të pret ku u maruaj, jo, për shumë strategjia e energjisë, kryeministrin 6 herë ka shkrue pse u mledh grupi. Jo, ti do të me shkrue kur bëhet, jo kur bëhet, e kena nis në haron nërmen, e kena po një ondër, edhe sot, ku jena ardh, i kena hup 20 vjet, s'po thonë me 6, po edhe 20. Do me thonë jena sistemin e një që e përmene ti, apo në bloku, as po në bloku, që sot problemi jemi, më falë veç po du me thonë, si konsumator, mu nuk më intereson, ku e bleje që e rrym, qa ke debati para zgjedhëm, apo blenë Serbi, apo blenë Sloveni, apo blenë Danimar. So më relevant është produkt
ku na po intereson ku blehet nafta. Burim. A të intereson, e din ku blehet nafta? Bash, m'intereson. Na është intereson shtetit, jo shtetit intereson apo blehen vende që kanë sanksione. Po, debatin e fundit që na kon në Dugaqin më ka pëlqyer që në fakt ç'është e tha. Bashkë se do të më interesu as sa kushtoj çmimi, as ka pe blejn, as ka pe bin. Unë po du më furnizu si qytetarë që kanë. Mirë, po këtu ka ku deshta me dalë. Kur nuk kanë mungu këtë debate, kur nuk kanë mungu hulumtime, kur nuk kanë mungu ekspertiza për jashtit, kur nuk kanë mungu këtë çdo ide alternative. Një pjesë e madhe e shoqërisë civile ku bën pjesë edhe grupi juaj ka thonë, "Ok, na duhet me shku në preventiv për 20 vjet të ardhshme, në kohë më kujtohet atëherë 3-20 që ka kon 20. E kena pas obligim. Krejt që tu, po e kena pas obligim, po jo që lëmavisht ta ndërtoj mendimin tënd. Deri te ardhja në pushtet e Albin Kurtit, kur ja niskemi na fol, ka doni se këtu nuk është generatori, po rotori, apo do, edhe këtë që tu jënë këtë beteja e qytetarëve të Republikës Kosovës, mekanizmat shtetit, ministrive, organizatave jo qeveritare, media, këtë që tu, këtu përna mund në fund vish një interes, e që është interesi i mafjas energetike të Kosovës, që këtë vjen përfundimi, për shkak se ti në krejt që tu temat diskutimi, në krejt që energji, që e mekanizmat shtetit, e besa investime milion, që tash kena me dalë edhe të pjesa e investime në eficietës, këtu në fund rezultatet janë zero. 20 vite, Kosovës i ka kushtu 1 miliard euro importi energjisë elektrike. Paramendoje, tash. Na, për 20 vite, u dash me menu edhe me shpresu qysh na me ullë që të kosta. Edhe për 5 vite tash, për na del barazimi 1 miliard euro. Dhe me krejt që to diskutime që në bo, prej kur unë jam gazetar, e dije, prej kur e kje indepin, që to tema trajtohen. Që ka ndodhë? Efekti nuk është që qytetarit i sigurohet dhe i garantohet energji 24/7, ki probleme edhe dimnin e fundit, patën probleme me... Jo, s'kena pas një ditë. Te unë jena të jetu në Prishtinë qëtu, e nuk jena jetu në Drenës të Malishevës atje, ku ne kom familjar, e që në balafaqua natën e vitit 3 me 6 orë mungesë energjisë elektrike. Mëste diskutojnë a veç qëtu pjesën e Prishtinës. Ka pas mungesat maja. Ligji. E dyta, që po du me dalë, jo, nuk po du me bod... Se qytet u politizu diçka që teknike, e aja çështja teknike u bë politike. Do të thonë që kjo është gabimi debati që po ndodh na. I ke blen 1 miliard, a the. More mos më intereso hiç, po thonë që krejt që këtë debat, 1 miliard për 5 vjet. Na kena vlet 2 miliard duhan. Po. Tash ti po thu, hajde të qenë në fabrikë, edhe fabrikën e Doane, pse se ke qenë, pse pe gjun atje. Problemi numër 1 te na te energjia është pse nuk u bë kur gjë. 2021 te nëntorin hi 105 megawatt, 105 megawatt janë hi me erë në sistem. Si vjet priten me hi 73 megawatt 3. 6 vjet, 5 vjet as në investim. Po konsumi pe 900 megawatt ka shku 1600. A kupton? Po na nxan që kjo tema energjisë pa përgatitun sikur bora di. Jo, nuk po na nxan pa përgatitun. Por aty janë aty pagu, kosën pe paguajna. Dorso këto rezultatet nuk janë. Secila qeveri ka dash me ble paqe sociale me energji elektrike. Që nën kupton? Me majt çmimin e lirë, apo? Me majt çmimin e mi, dikun ka me kërsit kjo. Po. E ke pa sikur të është si trapo. Po. Ti ku shpenzon të ka mo koll. Si te, edhe tena, edhe i bloqet që po bin atje. Po. Pse po duhet me majt çmimin e lirë, ai bloku do të më shkon riparim, ai për prodhom as 3 ditë po bjen. So po bën hajër, ma shumë po bën dëm. Problemi të na është politika qarta energetike. Ku po do me ba? Ki investitor që janë të interesu në Kosovë me investu, unë i kom taku disa për tyne. Me pas... Se nuk po vinë që ata investitorë, jo, pse po jesëm varën prej Vuk Hamovicit, jo, bre, tash e 20 kjo vjet. Politike, jo së politike, për shkak se ti e din që kush është tregtari më i madh në Ballkani energjisë elektrike. Problemi numër 1. Na tim thirrë me diskutu problemin edhe po më intereson apo më shajtohet rryma. Kush fiton? Jo pse po shtajtohet, që 20 vjet jemi të investuar, që 20 vjet jemi aty bë kërkesë. Po pengon Vukamovici. Mu po pengon edhe X-i, edhe Y-i, po atë pse po pengon? Po pengon pse këtë çto çapi përmend ti nuk po ndodhin në Kosovë. Po unë ç'është lidhja ne. Nëse çto politika nuk shkojnë përpara, po ty nuk shkojnë përpara. Atë dikush do ty blloku. Po veç pak. Dikush do ty investu para më të madhe milion çto. Xhan. Po jo konspiracion është realitet. Jo veç pak. Ki plotësisht drejt është temë tjetër e diskutojna jo. Është prokurori kush po përfiton.
ki organizata që merren me antikorrupsion, që merren me krim të organizuar, unë s'po du me hin detaje se mafia energjetike, fjala mafia energjetike se ka shpik shoqëria civile, pa ka shpik i kryeministri Albin Kurti. Edhe ajo dol me detaje, ai ka përdor Hamovici kusha. E kanë ka daje, nuk më intereson. Jo, ne kom drejt me dyshuar në ato që e kom thonë shpesh herë, që na duhet me dyshu edhe ramjet e një pasnishme të më centrale që mund më të çute Vukamovici. Fal, që ky reagimi. Nëse kërset milion që për një ramje të një bllokit, atëherë ky reagimi që kena bën na si ndepsa. Po. Domethënë është, unë na kena kërku pe zëres. Borën pse bjen bloku pa parashikueshëm le të merr kompania që ka bë, jo qytetari. Pse ka orë puna na me pagu 700 euro. Jo. 1 megawatt, veç pak, 1 megawatt. Do të me gjetë zëreja si regulator kush o fajtori, nëse o fajtor keci, e pagun keci, nëse o fajtor kosti, e pagun kosti, nëse o fajtor që kjo pun ka ardhë, është kesko, e pagun kesko, jo qytetari, që ka ndodhë vjetë me krejt qëtu, devijime, krejt na i ka gju qytetari. Qëto kështë e këshirë, jo qëto të fakturohet, për vitin tjetër kam na fakturu, edhe devijimi, se devijimi të me kalzu qytetari që të vjenë edhe si rezultat, i rame së të një bloqe. Unë nuk mira me emnat përveqën, na po propozojnë politika. Na kena kërku pe zëres, jo me shqyrku Hamovicis, me Hamovicin mere të tërkush. O prokurori sena, na mujna me qitë dyshime, ta shena orë me këshyrë, pse po na vjen shtrajtimi. Edhe kush po përfiton nuk po më intereson. Unë po më intereson një sen. Nëse ka ra bloku i Kekut o të reshi, Keku i ka nominu Keskos, unë t'i jepi 150 megawatt me 29.5 euro. Kur ka ra që ky blok, Kesko që të rrym, me qfar shumë e ka marrë me 100 euro megawattin, që 70 euro, pse me pagu qytetari, le të pagu kompania, mos del kryeministri me thoni ka fitu 100 milion, le të pagu keq menagjimin, keq planifikimin, e që tu është problemi që po ndodh, që ka ndodh te i qitash, tash e 20 vjet. Edhe zëreje ka pos pjesa me alje, që të janë konë shpenzimet, i ka këshu pëja pranojna, i keni pagu, ka matën 8-9% pëja pagujna na që i keni marë paret me na pagu për neve, edhe sot do të më rrit 21%. Jo. Nëse ka nevoj le të rritet 100%. Veç le të rritet që ato që e kokë qytetari. Nëse qytetari ka nëzirë rrymë, në qatë rrymë që ka shpenzu e kena ble me 1.000 euro, ka me pagu qytetari. Po ju devijimin që ka shkaktu. Nëse devijimin e ka shkaktu e konsumatori malë, mi 1.500, le të pagun qaj. Nëse devijimin e ka shkaktu e mos nominimi i kecit, ose i kostit, ose i kekut, le të pagun qaj e kompani. Sa aty e kanë fejtimin e garantum. Jo, na që kena kërku me që dragjev, që është puna. Na po merëm, dhe më thonë, këtë debati para zgjedhjeve, se s'kena dash me moron para zgjedhjeve, u kon apo blehet në Danimark, në Serbi. O, pse po blehet, është problemi. As propaganda e tyri nuk më intereson. O, so më interesua se njone... Veç na duhet me trajtu në këtë... Se për na shtrajtohet rryma. Rryma për na shtrajtohet. Për 3 arsye. Arsyeja e parë që është shumë e rëndësishme, është konsumi jashtë prodhimit. Një prej tyre. Jo, është i modhi, se prodhimi maksimal në Kosovë 1.000 megawatt, i konsumi maksimal kam rri 1.600, që i bjen 60% u du me ble. Këto nuk e blen me çmimin e Kosovës. Edhe dyta. E dyta janë keq menaxhimi edhe keq planifikimi. Keq menaxhimi se nëse ti e mon men kur ke punuar ti në Keku e ka quve planin vjetor, ja ka quve Keskos, që unë ku me provu... Kur nuk e ka aprovu rritja... Veç pak, nëse aprovuat rritja në ashtrojët e njeve rryma, aja s'po jina detaje. Është puna, nëse ti ke keq planifiku, edhe nuk e ke furnizu, pse duhet konsumatori me bo? Pse unë do të me ditë? Edhe të reta është eficienca, na do të me kuptue ku është problemi këq, po që ata na kena propozu blok të 3 tarifor. Dulve vendosja, dul zëreja, përkrojve vendosja, tha 2 tarifa, 800, tha është prodhimi vendor, 1.800 tha importi. Qa ndodhe vjetë, na u shajtu rryma falë,
na u shtrajtu rryma edhe neve që shpenzojmë 800, edhe ai qytetari që shkon e blen nxehet me dru, a prodhimi vendor ka qenë njësoj. A çmimi tu ka rrit. A tu ka rrit, do me thonë, edhe ta rrit çmimin konsumatorëve, edhe tani me toksat e qytetarëve ja u pagu një pjesë, ato që Goran Murati i quan familjet të cenushme, a njëkohësisht nga, obligim mujor, po saksa ka e po Boz digjit për energji, ja veç pak se përmenën një sen tash. Boz digjit për energji, është një nen, që thët duhet më liberalizu tregu për biznise. Që vjetë e zbatu mas 10 vjetë. Pra dhe që eksiston edhe një nen ma pusht, që duhet më bo një fond për konsumatorët në nevojë. Pse se ka bo fundin? Pse se ka bo, ose një agju fundin përfiqet. Problemi që na, blerja e votave përmes parës publike, nëmën të subvencionimeve, na si konsumator, otu na shtrajtu rryma 4 herë, na po folëm në fushën e energjisë, s'po hina fusha tjera. Problemi konsumatorëve me nevojë, na kena obligim, po, pse su bo fundi, nuk është arsye pse po përfitojnë. Unë jam mëse i bindur që 90.000 familje nuk janë të varë për në Kosovë, janë ma pak. Pse erë numri 90.000? Jo, është për... Dalim te që shone. E falëm distribucionin ose dha me çmimin minimal në emër të asajna që është investim. Investim rrjet për po mduket e ka pas për 10 vite të ardhshme, nuk po kujtohet sakt kur privatizu, po mduket u kon 2-5% me ul për çdo vjet, me ul humbjet e energjisë. 1% vjet. Okej, në rregull. 2. E kena pas qytetari i Republikës Kosovës e ka pagu për çdo vjet edhe shpenzimin e energjisë elektrike të sarve në veri, për shkak se nuk ka tarifu. 3. E ke pas për shkakun gjatë këtë çtyne periudha ju investu paret shtetit për eficiencë energjisë elektrike. Krejt që to ka ndodh, Burim, atë njëjtën kohë tash apet kena kërkesë për mbulimin e humbje, mbulimin e dome, rritjen e kostos kësajna, edhe tash vit pas viti, po vina të rritja e çmimit fakturës energjisë elektrike. Do me thonë, këtë qëtor nuk po dhon rezultate. I kena plus tjetrën se përmenëm këtu, mburjen e pushtetit aktual, me bordet dhe menaxhmentit e tyne, që po thotë është investu se asnjëherë më parë në termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës. Qysh është e mundshme? Këtë që to bënën, do me thonë, na hjekën sërbë, më nuk kena të jo pagu sërbëve energjinë elektrike, që është dosh më ultash shpenzimi ose faturimi që na u shpërndat neve, është zvoglu, është dosh me u zvoglu humbjet në rjet, edhe na e bojna, na sot për çdo vjet pagujna çmim më të lartë të energjisë elektrike. Xhane para. Po. Çështja e veriut u kon shumë mirë të shku, derisa orëve të vendosë e bani politike në çështje teknike. Po mira, megjithatë e heki barrën. Nuk kena të e pagu na mo. Rrymin e serbëve në veri me pagunan faktura atyre. Ata kry, po. Okej. Në veri u kon çështje e sovranitetit, çështje kanë thonë qeveritë e kalume, pimarën si mërqenja, qysh kanë thonë të çështje sovranitetit. Na e kena pagu 4% ka qenë konsumi përgjithshëm i 4-5% i këtë rrymës veri. Edhe neve na ka faturue si humbje komerciale. Po humbjet komerciale në qatë dhe vetë kanë qenë 11.2%. Okej. Na, kur kush ka folë për që 7% ku janë. Po kena folë për shka? Kena folë për 4% veriut. Okej, e ka pagu qeveria. Qa ka ndodhë me qeverin Kurti, për mos me thonë vetit për pagu qeveria, e ka pagu kosti. Kosti, vend që mi parit me shtin investim në rrjet transmisionit, ka pagu rrym, e ka pru kompanin në buzë kolapsit. Qka ndodhë vjetë komunikata e kostit, tha, duhet me kursy energji se rrjeti s'pe ban. Na kena menu që rrjeti do të me bajt 2.000 plus, jo 1.600. Tash këto janë pyetje që jo bo politike, pa qenë politike, edhe kostën e të pagu qytetari. Fund qytetari ka pagu. Veri ju, ata janë pjesë vetën. Investimet në distribucion janë të bo.
Në bazë metodologjisë na I pagujmë. Është një metodologji që e përdorin krejt buhet demokratike, po folum, e përdorim edhe na. Ai çdo efekt që to përbërim për me kostën ose mos më rrit. Në vitin 2024 humbje teknike janë zvoglu për 4%, bazë raportit të rreth. Tash kur e këshësh ato janë investime që bëhen. Po tash unë jam dëshmitar që në ka 5 trafo. Na kena mi pagu ato trafo. Por që ata na kena lyp 3 tarifor. Ai që shpenzon 1200 ose 1500 kilowatt në muaj energji elektrike, ajo të I bë dëm rrjetit. Ajo të I bë devijimet. Ajo është të I bë pjesa. Pse qytetari cili është qytetari ndershëm, do me që nxehet me dru, shkon I kushtoj ma shtrejt më nxej me dru, pe merr barën e atina që thot unë kam pare, nxejna unë lëshoj so du me shpenzu. Qëto është zgjidhjet e thjeshta, gjithë kanë me përfundu në situatën ndërlikume. Na kena bërë zgjidhje hajse qështu masleti. Po të pa ballon rezultatet. S'ballon rezultatet, që ka ndodhur si vjet. Është problemi, na se kena pa raportin, ende se ka çu kosti. So kena me pagu devijime. Kush I ka shkaktu devijimet? Na por që ata po kërkojnë apo zores. Po, ato që kena shpenzu do të me pagu. Po gabimin, keq menaxhimin. Pse ai hin A kam mbi këshyr na kush? Po e këshyr për çata ekziston zëreja. Po veç pa. Po problemi është ai deri ku kanë shkuar këto investime? Po jo, çto janë investimet që un po tregoj. Pse ke I kasko, pse qeveria ose zëreja nuk e lejon kaskon me ble I rrymen për 5 vjet episodit. Kushton ma shtrejt, unë po du me koni sigurt. Na blena sipas sistemit një ditë për ma herët. Edhe tjetra, paramendoj, tash na I hekum edhe qëto me daljen tregun e hapur, liberalizimin e tregut, edhe 1400 kompani pe kësajna. Paramendoj, tash apet na u ngarkuar. Apet kostaj ma e lartë e kësaj. Shpenzimin na verës kur Kosova s'ka shpenzu 1600-700. Po. Verën e kalume na kena shpenzu te 900. Do të thonë kostot do të me pagu. Na do të kur kush nuk po quhet Kosovë, a jetë fol për I grumbullimin e bëjtorime. So 4 vjet u ka dyfishu gati çmimi. Kur kush nuk po pse fatura është e vogël. Çmimi I ujit u rrit 40%. Edhe një herë u rrit 30%, do të thonë çto 5 vjet u ka rrit gati 100%. Po ti e sheh fatura or 5 euro po vjen 10. Po ti e tu shpenzu, ty tu ka dyfishu. Për kjo është rritja 5 që po presim. Po ideja pse na jena të bëj është fatura. Për shkak na kur ke një pe arsyeve që kena thonë pse me na I shajtu rryma me ne prill, po jo me ne janar. E kanë gjetë një farë paqe sociale që ti kur të vjen fatura e prilli nxet, ti shpenzon pak, e shet që ka orë 20 euro, thu okej 20. Se ti e krahason me ato dimnit. Është e njëjti çmim që politika munduhet me na mashtru. Jo që kjo krejt politika thekë jo e paguni çmimin më të lirë. Po jo, po për çka e shfrytëzojmë na rrymen elektrike. Derisa fenet perëndimore edhe ujin bojlere nxej me gaz, edhe I zin me gaz, edhe nxehen me gaz, atina fatura I vjen 20 euro. Sa harxhon pak, shtrajtoja so dush. Problemi është ku për shpenzojmë na, ku për na rrjedh që kjo energji. Para 10 vjetë na ka rrjedh 30% rrjet, tash ka kalu dikon 2-3%. Okej, e kena mshen në rrjedhet madhe. Ku për na rrjedh? Njerëz po nxehen me energji elektrike. Po, keni ide me ndru pajiset pe jo eficiencë. Duhet me subvencionu. Qeveria ka subvencionu pajise eficiencë, kejtë mirë, po nuk ka subvencionu mas drurore. Qeveria me pas qeveria. Jo, parameno veç po të tregoj, parameno që tash me një prill. Qeveria me botë ndër ne apo po na vyn 1 milion metra katror me kub, mas drurore për djegje. Pe Australis, pe Indonezis, neve na këshin ardru qëtu, edhe mi afal qytetarve. Edhe qytetari thet vitin e parë po ma fal, edhe nuk e dhez, jo, nuk e lëshon rryme, se o ma lirë. Ose thet, a ka bon naj politik fiskale, që njerëz me largu pej konsumit të energjisë. Për shembull me thonë, na kena kërku 2000 nanometër mujek panele të vëshëja pe paneleve solare për ambistri. Paramenohet 18% mi alirue. Shtetit, sipas një parallogaritje që kena bona, shteti për kursej ka 1 milion euro për hop ka pejt qatë të vëshë. Po e diso kursej shteti në konsum të energjisë.
se cilë njeri me vnu një panel solar, kurgju, qaja 2-3 kW so kursenaj. Ideja vish ose pse s'ka thonë, për shkak krizës energjetike dhe dimnit, peletit i jeke të vëshët ato 100%. Shteti nuk e mersh atë vëshë, por njerëz janë nisi me blese i lirohet për të 100%, edhe aja nis, edhe që kanë 2 vjet e funit, njerëz kalojat me pelet i kanë shi, i kanë fal, pse ju ka dal ma lirë me ble. Tash nëse ti ki politik, po do me ru rrjetin, po do me eduku, nuk ka kjo punën i diqe, sakrifikon edhe 3 vjet, sakrifikon edhe 5 vjet. Nxenu me qebe, qa u kona ja para 4 vjetë që të ke, nxenu me qebe, ose jek një PlayStation për i rrimës. Ose, shkohet një, me i mulla ka 2 vetë. Tash ato, kjo ideja e sarkazmit ka kalu, jo thire për eficiencë, jo thire për ka kalu në pjesën tjetër. Besa në menaj që është këgja e damshme edhe në këtë diskursin publik, për shkak se për normalizohen zënë. Po normalizohen temat e mëdha të rëndësishme. Po nëse normalizohen, nëse normalizohen, le të pagun qytetari faturën. A pa dje i protest, Sovjeta kem protest, do me thonë protesta është se njerëz nuk po protestojnë për diçka që është, po unë na është roli këtë rast që na merru me politika publike, për atë edhe reagumdje me komunikat që thamë, duhet zëreja, na nuk do të me pagu keq me na gjem. Në fakt jena të... Qa jena e ke shpenzu, po, 30%, po jo, veç pa, pse devijimi, do të me na të regu neve, a të thëmë edhe një diçka kështu hoptas, prej këtë qka e diskutojmë këtë temë, e që e kemi përcjellë edhe njohë ma mirë, në tana herë veç unë e te e këna adresu problemin që pjesa ma e madhe e këtyne të lashëv që në të ndodhë, edhe në rritjen e kostos çmimit energjisë elektrike, edhe rritjen e importit, edhe devijimet që sot na i pagujna, e ka bazën nuk është i vetmi, për shkaktari kryesor vjen prej kekut. Keku, për shkak se që kjo është prodhusi që duhet me garantu pjesën e sasisë të energjisë për so ka kapacitete. Që tu e kemi pas problemet më të mëdha. Tani e kemi diskutuar edhe pjesën e asajna kur në prish marrëveshjet me Shqipëni, ku ti nuk e ke shfrytzu këto sezonën verë dimën, për me umbur, me thaj kena drejtorin më të mirë, ato që i ka 5 akt akuzat të ngritura, ke thonë ai kena shit energji elektrike 100 milion euro. E që 100 milion që në dimën e ke pagu 300 milion. Që to, nëse na i adresojmë, kush është e para, ka për na vjen që kjo problem, kush janë fajtor në kreqët hallkën e sektorit energjisë elektrike, për me dojë tani dhe të qike iniciativa për protesta, që unë e menoj që shtujen aty e deviju, ose me qëllim, ose pa qëllim. Se në momentin kur ti e orienton kritiken edhe lyp fajtorin edhe përgjegjësinë te dikush që nuk ka përgjegjësi, manej është e natyrshme që nuk mundesh as me të rihek masa, e as një kauz për që shdosh me ka gjysa Kosovës në ka me dalë në protesta, nuk dalin. Qështë e po protestën e tash që dul, iniciativa parë për këtë kërkesën për 21% rritje të çmimit të energjisë elektrike, shkojnë protestojnë te Keci. Pa adresa ka vume. Ti në momenti kur delsh, sulmuaj dhe pe mbroj Kecin, s'pe mbroj Kecin. Keci e ka të rregullu në fitimin. Apo e kupton? Edhe Kesko. Edhe Kesko, po nëse na vjell Keci edhe Kesko. Fajtori nuk u Keci edhe Kesko. O zëreja. Për shkak se që ky paguhet për të parë qytetarët të Kosovës, me monitoru ato. A kupton? Edhe tash a jetu e kuptu, domethënë për devijojnë temat ose interesat tona, ku i dash me u shku edhe më adresu, pyqojnë diçka tjetër. Edhe këta që e kanë përgjegjësinë, edhe që e kanë fojnë, ta po jesin me dhon llogari, këta po jesin në nakëshyra, po thonë, okay, në rregull, është mirë janë aty funksionu, për shkak se domethënë edhe kjo 21%, ashtu ajo 21%, po një rritje ka me qenë, e kanë konfirmu dje që ka me pas rritje të çmimit të energjisë elektrike, por nuk po mujna as me adresu problemin. Po për atë na kërkuam. Kush u fajtori këtu? Çu kishte rëndit ti çta? Fajtori është mekanizmat e kësaj. Fajtori tash kur del raporti zërejes. Ku na është dash mi lyp llogarina? Qeverisë. Gjithë qeverisë. Qeveria e bën politikat publike. Qeveria po distancohet, po organet e pavarura. Veç pak, organi pavarur e ka përgjegjësinë. Zërreja është e pavarur, po ata e pavarur. A ky i zgjell? Falë, ai e ka secili ka përgjegjësinë vet. Do të thonë, qeveria
I ka pe 4 aktarëve kryesor në fushën e energjisë, 2 i ka qeveria në dorë. Kekun, edhe transmisioni që përmes kuvendit, po kuvendi dihet atë me një emision televiziv Dugaxhen ka qenë që shën të let komplet bordi let me qeveri, kështu që edhe kur del ministra shkon me inaugurue projektet kustit. Pa nuk kusti është në kuvend, nuk është ajo ta lunë zëdhënësën e kekut, edhe ose kusti, zëdhënësën e kekut mundet. Kekut mundet, për shkak se është aksionar qeveria, po të kustit s'mundet. Aja kryne... Kur të dush me morë përgjithësi, mane. Për robin e blush. Po që ta thashon qeveria e merë për 2. Zëreja e merë për 2 tjerat. Pse zëreja jo ketë se kesko, se s'po du me mbrojt atë skeskona, ajo biznes privat. Sot mundet me të mashtru, kam me të mashtru. Qysh mashtrojnë a neve, çdo ditë na mashtrojnë marketet, na shesin një mall për bio, qiso bio, mishtore, ka çkojsh kime. Po tash problemi është që ne kena një regulator. Do më thonë, ti mire the, ke si qënë tyrat lejushme, regulatori tha që tos të pranoj, që kjo pëse te ke ble 200 euro, ke pas me ble pe kekut, pa dhe te kekun, merja kekut paret, jo mu. Do më thonë, që kjo është qaja që na kena kërku pej zërejes. Roli zërejes është jetek. Që ka ndodhë me zërejen? Kur themelu zëreja, para 10-15 vjetës, po dita saksesht, mos më ka për e numër, zëreja ka pas numrin e punëtorëve 31, ka pas me monitoru veç një. Një operator që ka pas armin kek. Tash pe kekut janë ndalë 4. I kije veç furnizus privati ki një 20. Që kanë licenca që. Tash, kur të kështë është numri i zërejes, ma pak se i ka pas para 10 vjetë. Ideja nëse dënë ti me na furni, që kjo është aja sinjolin që është, ju ata Hamatoviqat, ti kur do me thonë, unë du me mbrojt konsumatorin, i thue, unë ja dëfishoj zërejes bugjetin, këmë ja dëfishu stafin, a 3 fishu, a 5 fishu, so ko nevoj, se e pa përfillshme, rritja 1%, e tarifat e energjisë është e pa përfillshme me ja 3 fishu stafin në zërez, ose me ja rrit rrogat. Problemi është për me paso serioze kjo politik, ose kjo qeveri, ndaj sektorit e energjisë, veç e këshër, mas pare shekekun. So 4 vjetë është me ushtru detyre. Edhe kush është ushtru detyre, s'po hina në detaje. 3-4 vjeqare. Do me thonë që s'ka punu asë inxinjerës është. E ki rastin tjetër, kosti, e patë një drejtar, i cili erdhë prej ekonomist, kur fal lidhe, kur fal background në fushën e energjisë e bënë drejtar, e shkarkun vetë. 1 vjetë najten me ushtru detyre, shqyr tash po vjen njeri që është paku profesionalist i fushës. E kif pjesën tjetër, zëreja të regova me staf së ka. Kjo i bjen so ti ke pas serioz, ose ki rastin e ankondeve, pse 6 herë ke shty ankondin e parë. Pse ankondin e dytë e nis me vanes, edhe so 1 vjetë se ke përfundu një ankan. Nëse ki kejtë senet e gati, deri sot ti se ke kry një ankan, venet rajani kanë kry 10. Ateve që kanë nis me prodhu, deri sona të hinë sistem. Pse një kompani so 6 vjetë, vetu anku një kompani, ka pas probleme me leje tash që përdo me prodhu e korrekt. Duhet na jena në zorë për prodhim, për investitur. Duhet me abodo letësira shteti. Na kena njekin. Nëse duhet një leje për ambient, a fati 6 dit, ti do të me këty 15 dit. Ose burokracia. Jo burokracia. Jo s'kena. Unë nuk po thom që se tash kur Hamoviqi na ka hi me zërë dhe për na i merë qëtë pare. Jo, po ti tash e po thom që Hamoviqit është ju kriju krejt qëto negligjenca, krejt qëto dështime, pja mundësojnë atina, e këtinat noas, besa, se që ai noas nuk ka orë pej Gentian Sulo, nuk na ka një pe atjet, me orën, më na i shti dur në përgjepa, më na i vjellë paret. Po dikush ja ka leju, që mrana një 7 ore, më na i kop një 2 milion euro paret tonat. Nëse nuk ja kena lo direkt, neve na fakturohen vitin pasus. Problemi është që krejt qëto mekanizma, krejt rrugë, krejt mekanizmat e shtetit, krejt na jemi të folë për një diçka që në fund po rezulton vazhdojna me avazin e vjetër, ma djetë ju të rosh me 50 vitet e fundit. Po na u rritet kosta për çdo vjet. O zan, çaj të folë. Edhe nuk e ki asnjë rezultat. Që so minute e to ma përmend kekun. Po. Jo veç kekun. Edhe mekanizma tjerë. Gas. Shteni 10 milion kek. 1000 megawatt kemi prodhu.
ty po të rritet konsumi. Morsin aty prodhuat çfarë? Krejt, jo, apo vren qysh, nëse shet politikë. Për ndryshe unë kekun e shoh fajtorin më të vogël si veç pak politikat. Si ndërmarrje publike. Për shkak se ajo dëshmu që ka ditë me u rikthy në prodhim e me bë mrekullina edhe në korat kur u kon krejt e shkatrune. Veç pa, Xhan, ajo është një det, e kem mshel një politika. Jo, nëse ty të rrjedh ujë 500 vene, ti të mshel 2 vene, përkohësisht. Jo, na po thojmë politika, sa megawatt të ri. Tu kanë shtu prej 8 orë, 9 orë 2021. As një. Kanë më të shtu. Jo, veç pa. Kanë më të shtu 73. Çata 73 që kanë më të shtu. Mos me qenë do procedura që janë blokada administrative, burokratike, ty të këshin shtu para 2 vjete. Çka kanë bo, do me thonë, na duhet me fret, çka duhet me bo. Neve te përmene 1 miliard për na shkan. Jo, 1 miliard për na shkan. Ti do të me ditë, a ki interes. Na kejtë cërë po pënreqëm keku, no keku edhe mund nreq. Edhe 25 vjetë ki me mshel, se ke marrë obligim, e ke nënshkru vetë. Në Sofje 2020 e ke marrë obligim që 2050 s'ka kek. Ti do të më prega 25 vjetë vinë, 26 vjetë që e mastufte na po folëm problemet e njëjta. Hajde qa me bo, qa ka nevoj me investu. Bateria të zgjidhe për koshme. Do me thonë, ti bateriat ke thonë, Amerikanë kanë thonë, po ti japëm grant 250 megawatt bateri, po pse s'ke thonë pishtoj edhe 250 tone. Këto vitrat që kemë po zgjedhje, e ti që ke mund të mrekullime bo me ato pare. Ideja është qysh me shtu, qysh një qeveri me mujt me kry mandatin, tu mos bo kur gjo, që mjalon patatën e nëzet qeveris që vjen për mas, nëse vijon e fitoj zgjedhet apet dy qysh me shty që kur vjen, që në fund ka mu kolapsu. Po nuk kolapsuhet, problemi është që ka me pas proceset, ti kemi liberalizu tregun. E kena obligim, e kena nënshkru. Po pse s'pi bën ofertë kompanit me ardhë? Çka ndodhi vjetë, kur u liberalizu tregu? 3 mujt e para veç një ofertusu kontraktar. Ma me tale 7-8 janë. Do me thonë, kur ki treg, na gjithë biznisi e gjonë, biznisi të thënë është i uj, e gjonë, nëse të ja bërë a e gjonë i pjesë tjetër. Bërë për mi u shmong një fakture politike, po veç pak, u shpik që kemi nëzirë 1400 na kena diskutu biznesën të rekt hapën. Qa po ndodhë Kosovë? Kosovë duhet mund dërtu të ngroture, qëndrore. Ti kije, veç një kompani, a folëm na, veç një kompani e ka postu në Facebook, që në vitin 2025 i ka lëshu 500 njësi të reja banesore. 500 njësi të reja banesore. Shumica ty në vëso gjakës kanë mundëzej. E vetë një formë të ngrojes, ata e kanë ngrojen me rrymë. Nëse një kompani ka lëshu 500 njësi banesore, unë e besoj që në Kosovë janë lëshu 2000-2500. Këtë Kosovën. Nëse një kompani ka lëshu 500, po për morëm një numër 2500. Do me thonë ti ki 2500 konsumator të ri, cët nuk kam formë tjetër ngroje. Është ligji për burimet e ripërtreshme ku janë komunitetet e energjisë. 9 muja, 10 muja në vënejes, asë aktet në legjore si kanë kry. Na duhet me punuen nëse te sot, nashta qeverit ma heret e kanë pas një loks, se s'kan dullë shumë shtajnë në shpejt, ka nes me hapat breshkës. Na duhet me t'lau partit sot. Nëse dojna me mri. Jo, na kena mu taku prap që të bas një vjetë, kena me diskutu kush o fajtori, që so heq me rëndësi, se na mujna me gjithë fajtorin, kush o përbën milionat, so heq me rëndësi. Problemi është që neve, si qytetar, po na ngushtuhet mundësia edhe po na rritet fatura. Po, çka duhet me bo, une para një vjetë, me një studio tjetër televizive, ku më thonë që shajtojët rrujma, ka mu shajtu. Po ne, hajde të monitorujmë që ka bo qeveria peni prillit deri me 15 të tërë, kur ina nënë. Se bashkë që tu me ty e kena diskutu. Kena thonë, ka mu shajtu me një prill, para një viti, ku më qeron edhe te që tu të bolë për bolë. Kena thonë, hajde të këshyrun që po bën qeveria. Që ka bo qeveria peni prillit deri me 15 të tërë?
pak që kena pas një qeverin detyre. So më rëndësi se për me jap 20 milion gjojke metoda. Para me no, ka mujt me masën drurore me subvencionu, ka mujt me ble peletën me ju shpërnda familje me nevojë. Jo me jap cash. Që ka po, bërëm që kena... Jo, si ideja me zvoglu, edhe një sen që kërkus për përmenë, se politikanë se përmenë, se upin vota, po unë ty s'kena nevoj, në zxedhe s'kena me hi, është konsumi neve në ka bot diaspora. Arsyeja është se temperaturat para vitit 3 kanë qenë shumë të ftofta krahasim me një vit, edhe ata kur vinë ata me tjetër metodë s'puj mundze. Ka vene në rajon, edhe në botë, që ata konsumatorë që nuk janë konstant, duhet me pas një tarifë ekstra. Se qaj konsumi përgjithshëm, do të me gjithë forma ma inovative. Na po gjojna... E thellë që në zërë dhe më të kuptu, për shkak se që ta ka njerë dinë më të shkaktu probleme më të mëdha. Jo, konsumatori ma i mirë është konsumatori që dhe është konstant. Po, e vërtet. Do me thonë, qaj konsumatorin duhet me shpërbly që ato. Se aj njeri atje në fshat, për me mundze me dru, aj do të mi blej atë dru, do të mi qa atë dru, do të mi djega atë dru, do të me mora atë hi me gjudikun. Jo, a pëvrenë so është procesi ma i shtirë, edhe në fund për kushton atina njëjtë si mundze me energji elektrike. Faleminderit shumë, Burim. Faleminderit. Miq, këtu po e ndërprejmë pjesën e parë të kësaj interviste. Këtij podcasti e me vazhdu edhe një pjesë tjetër për shkak se që kjo problematikë po duket ka më na ndjek jo edhe për një javë tjetër, po edhe për muaj edhe vite të tjera.